Veç shpirti ringjallet a krejt njeriu. Siç e dim, njeriu është trup edhe shpirt. Kur ndron jetë, ndahet shpirti nga trupi dhe vazhdon udhëtimi i shpirtit. Pra siç e dim, siç na ka treguar Muhamedi a.s. në hadithe, që ngjitet shpirti drejt qiellit. Nëse ka qenë besimtar, ka punu vepra të mira, i hapet qielli, i hapen portat e qiellit. Për ndryshe, refuzohet. Më pas si shpirti i besimtarit, si shpirti jo besimtarit kthehet pranë trupit. Dhe dim që në varr i bohen njeriut pyetjet e varrit. Kush është Zoti yt? Cila është feja jote? Kush është pejgamberi yt? Besimtari i cili ka besuar Allahun, ka besuar Muhammedin a.s., ka vepruar vepra të mira, do të ketë mundësi të përgjigjet pyetjeve të varrit. Do thot Zoti im është Allahu, feja im është Islami, pejgamberi im është Muhammedi a.s. E nëse nuk ka qenë besimtar, atëherë nuk do të ketë mundësi të përgjigjet pyetjeve të varrit. Më pas, besimtari do të përjetoj kënaqësi, ndërsa jo besimtari do të përjetoj dënim dhe vuajtje. Më pas ndodh ringjallja. Do të ringjallet trupi i njeriut. Siç vjen edhe në hadith Muhammedit a.s., pra çdo pjesë të trupit, siç kuptohet pra prej hadithit, çdo pjesë e trupit të birit Ademit e ha toka, kalbet, përveç fundi, kërbishtja, fundi i shtyllës kurrizore. Prej saj do të ringjallen njerëzit ditën e gjykimit.